tjerëve kështu që u vishin nga mbrapa, unë kam kritikuar që fillim shumë fort. Se vinin këtu plagoj, gjeni për shembull një personazh që dukesh i pozicionuar mirë dhe bëheshin rinin mbrapa tij. Edhe ja thosha Senës për shembull për Idirin. Po Sena me Idirin patën një marrëdhënie shumë të mirë bashkë. Që ishte tash nalt. Po, ishte një marrëdhënie. Çashtu. Marrëdhënie që i nxorrin, domethënë edhe Iliri ishte i çliret me të, ishte komunikim të mirë me të, ishte ju shkonte muhabeti shumë, bënin batuta, gallata. Djali mirë, me thonë drejtën sa kam njohur në zemër të Ne kam raport që ka pasur me Juelën ka hallet. Po me Juelën ata të dy ka qenë kështu. Me Juelën. Sen. I botën e i farë komplimenti. Sena me Juelën. Sena me Juelën. Po. I botën e i farë komplimenti, nuk ishte i tepruar. Qose e Juelës dhe ti që shokon. Si që asë e për këtë dherër e një vajzë nda një djali që disi i e pëlqen. Ajo konë e sjellshme, Po Juela ka qenë tjetër muhabet. Ka qenë shumë e sjellshme. Personin që shikon ti nuk ka lidhje fare. Para në them Juela ka Po dalë. jo, se unë kam arrit. Fernando, rregullon mikrofonin. Juela kam arrit 8 ditë para këtit. Po karakteri Juelës atëra konë dysh. Ka qenë shumë më ndryshe. Juela është shkimi i madh. Vetëm e saj. Tani Mastina konë raporti me Mateo. Që shumë është me konsideru me llogaritë raportin me Mateo që Ne e sa për me dalë loj. Shiko, me këtë ka bërë. Edhe me mu këtë ka bërë. Ka pas jem të dole dhe të prit. Po ka pas nevojën e saj me dalë loj. Pak të dyshet në Brikena Mateo, do në disi ti futesh mes, jo për t'i ndarë, nuk mendoj për të bashkuar Mateo. Po me kriju dinamik, me qenë kjo e rëndësishme. Juela ka një farë kompleks inferioriteti, do të gjithmonë vogël mos tani që jem të futbollistë, mos ka në gjumë. Okej. Ka një kompleks inferioriteti dhe ka një merak që të duket pra të bëhet e rëndësishme. A ka nejt kjo Juela si nuk dyqesh me Senën, sikur se nuk e ka kuptuar që Senën nuk i pëlqen kjo? A ka nejt në atë mendimin që është me gocë.